Islami nëpërmjet haditheve 2. Agjërimi vetëm për hir të Allahut. Siç transmeton Abdullahu, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, ka thënë: Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. Dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi paqja qoftë mbi të është i dërguari i tij, falja e namazit, dhënia e zekatit, kryerja e haxhit në Qabe dhe agjërimi i muajit të Ramazanit. Tregon Aishja: në periudhën e ignorancës, kurejshët e agjëronin ditën e Ashures. Pastaj i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të urdhëroi që të mbahej ky agjërim, derisa u bë farz agjërimi i muajit të Ramazanit. Kur u bë farz agjërimi i Ramazanit, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të urdhëroi: kush të doj le ta mbaj, e kush të doj le të mos e mbaj agjërimin e Ashures. Sipas asaj që përcjell Ebu Ejub el Ensariu, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka urdhëruar: kush e agjeron muajin e Ramazanit dhe pastaj i shton edhe 6 ditë të muajit Sheval, është si të ketë agjëruar tër vitin. Tregon Ebu Hurejra: miku im, Resulullahu, paqja qoftë mbi të, më ka porositur 3 gjëra: të agjëroj 3 ditë për çdo muaj, të fal 2 rekate namaz në kohën mes sabahut dhe drekës, namazin e paradites, dhe të fal namazin e vitrit në darkë para se të flej. Sipas transmetimit të Ebu Hurejrës, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ka thënë: agjërimi më me vlerë pas agjërimit të Ramazanit është agjërimi i mbajtur në muajin e Allahut, në muajin Muharrem. Namazi më me vlerë pas namazeve farze është namazi i natës. Një njeri nga rajoni i Nexhdit, me flokë dhe mjekër të kërleshur, erdhi te i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të. I dëgjoi zëri, por nuk kuptoi fare ç'të thoshte. Më në fund u afrua te i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të. Kur tha se donte të mësonte ç'është Islami, mes tij dhe pejgamberit paqja qoftë mbi të u zhvillua kjo bisedë: të falësh 5 kohët e namazit në ditë. Përveç këtyre, a ka ndonjë namaz tjetër që duhet ta fal? Jo, por nëse dëshiron mund të falësh namaz nafile. Gjithashtu të agjërosh muajin e Ramazanit. Përveç këtij, a ka ndonjë agjërim tjetër që më obligohet? Jo, por nëse dëshiron mund të agjërosh vullnetarisht. Pastaj pejgamberi ynë i nderuar i foli lidhur me dhënien e zekatit, ndërsa ai përsëri pyeti: përveç kësaj, a kam diçka tjetër që duhet t'i jap? I dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të i përgjigjet: jo, por nëse dëshiron mund t'i japësh sadaka. Ky njeri ndahet nga pejgamberi paqja qoftë mbi të duke deklaruar: pasha Allahun, nuk do të bëj as më tepër as më pak se këto që dëgjova. Me këtë rast, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të tha: nëse qëndron në fjalë, ka shpëtuar. Në përgjigjen që i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të i jep këtij personi, agjërimi përmendet i dyti ndër gjërat që të shpëtojnë. Ndërsa sipas një hadithi tjetër, agjërimi është njëra prej 5 shtyllave mbi të cilat ngrihet Islami. Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla: dëshmia se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi paqja qoftë mbi të është i dërguari i tij, falja e namazit, dhënia e zekatit, kryerja e haxhit në Qabe dhe agjërimi i muajit të Ramazanit. Agjërimi, që mbart kuptimet e të qëndruarit larg diçkaje, e vetë përmbajtjes, e vetë frenimit, me forma të ndryshme ekziston pothuajse në të gjitha fetë dhe kulturat e ndryshme.
Sipas disave, ky adhurim realizohet duke qëndruar larg ngrënies, pirjes dhe marrëdhënieve intime për një kohë caktuar. Sipas disave përbëhet vetëm nga dieta, pra duke u larguar vetëm nga disa lloje ushqimesh. Ndërsa sipas disa të tjerëve, ky adhurim zbatohet vetëm duke heshtur. Ashtu siç ekzistojnë grupe njerëzish që agjerojnë në shenjë pendimi, ka edhe prej atyre që agjerojnë për t'u pastruar nga mëkatet, si dhe nga ata që agjerojnë në shenjë zije. Në Kuranin fisnik tregohet se popujt e mëparshëm e kanë pasur obligim agjerimin, çka bën të qartë se agjerimi ka qenë një adhurim i lashtë i pazvendësueshëm. Në historinë islame, agjerimi i Ashurës është agjerimi i parë që ka mbajtur pejgamberi paqja qoftë mbi të dhe muslimanët. Agjerimi i Ashurës praktikohej nga hebrejtë e Medinës. Ata ditën e Ashurës e konsideronin ditë feste dhe e kalonin me agjerim. Kjo me siguri duhet ketë qenë një traditë e mbetur që nga koha e Ibrahimit, sepse këtë agjerim në periudhën e ignorancës e mbanin edhe kurejshët dhe disa fise të tjera arabe. Madje ekzistojnë transmetime sipas të cilave i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të, siç e ka mbajtur në Mekë para hijretit, agjerimin e Ashurës e ka mbajtur edhe pas hijretit në Medinë. Kur pejgamberi ynë erdhi në Medinë, pas se hebrejtë agjeronin në ditën e Ashurës dhe i pyeti për arsyeën e agjerimit në këtë ditë. Hebrejtë ju përgjigjen se Allahu në këtë ditë e ka shpëtuar pejgamberin Musa dhe bijtë e Izraelit, prandaj pejgamberi Musa e ka agjeruar këtë ditë në shenjë falënderimi ndaj Zotit dhe se ata ndiqnin pejgamberin e tyre, Musain, prandaj agjeronin në këtë ditë. Atëherë i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të tha: Ne jemi më afër Musait se ju dhe jemi më të denjë për ta bërë një gjë të tillë, dhe i urdhëroi muslimanët që ta agjeronin në këtë ditë. Bashkë me të dërguarin e Allahut paqja qoftë mbi të, edhe muslimanët e agjeronin ditën e Ashurës derisa u bë farz agjerimi i muajit Ramazanit. Pasi u bë farz agjerimi i Ramazanit, agjerimi i Ashurës u la në dëshirën e njerëzve. Këtë proces Aisha e tregon kështu: Në periudhën e ignorancës, kurejshët e agjeronin ditën e Ashurës. Pastaj i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të urdhëroi që të mbahej ky agjerim derisa u bë farz agjerimi i muajit Ramazanit. Kur u bë farz agjerimi i muajit Ramazanit, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të urdhëroi: Kush të doj le ta mbaj e kush të doj le të mos e mbaj agjerimin e Ashurës. Një grua nga sahabët e quajtur Rubeje bint Muawidh përcjell këtë kujtim lidhur me agjerimin e Ashurës si forma e parë e agjerimit për muslimanët. Në mëngjesin e ditës së Ashurës, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të dërgoi një mesazh në fshatrat e ensarëve për rreth Medinës. Kush e ka filluar ditën me agjerim, le ta plotësojë agjerimin e tij, dhe kush e ka filluar ditën pa agjerim, le ta plotësojë ditën si agjerues. Pas kësaj, edhe vetë ne agjeruam, edhe fëmijët u përpoqëm t'i shtynim të agjeronin, me aq sa t'ishte e mundur. Në ditët e agjerimit, ne gratë shkonim në xhami, u sajonim fëmijëve tanë në lodra prej leshi me ngjyra të ndryshme, dhe kur ndonjëri prej tyre kujtonte urinë dhe qante për të ngrënë, i jepnim këto lodra për t'u harruar deri në iftar. Nga një pjesë e madhe e dietarëve është thënë se agjerimi i Ashurës është në ditën e 10 të muajit Muharrem. Kur e kanë pyetur Ibn Abbasin se në cilën ditë agjeronte pejgamberi paqja qoftë mbi të, është përgjigjur në ditën e 10, ndërsa në një transmetim tjetër thuhet në ditën e 9. Kur e njoftuan pejgamberin paqja qoftë mbi të se hebrejtë dhe krishterët e kremtojnë këtë ditë, duke lënë kuptohet se agjerojnë në ditën e 10, ai tha: Inshallah vitin e ardhshëm edhe ne do të agjerojmë në ditën e 9 të muajit Muharrem. Por vitin e ardhshëm, ende pa ardhur ky muaj, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të ndroi jetë.
Gjithashtu ka transmetime sipas të cilave Muhamedi, paqja qoftë mbi të, ka porositur që të agjërohej më spaku 2 ditë, pra jo vetëm dita e Ashurës, por bashkë me të edhe dita e 9 e muajit Muharrem ose e 11-ta, në mënyrë që muslimanët të mos u përngjajnë hebrejve në adhurim. Edhe Ibn Abasi, i cili ka përcjell informacione lidhur me agjërimin e pejgamberit tonë të nderuar, thotë: dallohuni nga hebrejt duke agjëruar edhe në ditën e 9 edhe në të 10-ën e muajit Muharrem. Kështu që kuptohet se pejgamberi, paqja qoftë mbi të, ka porositur që të agjërohet jo vetëm dita e Ashurës, por dita e 9 dhe e 10-ta e muajit Muharrem, ose e 10-ta dhe e 11-ta, me qëllim që të mos imitohen hebrejt në këto veprime, si dhe për të parandaluar depërtimin e bestytnive të ndryshme në strukturën islame. Ndërkohë që pejgamberi, paqja qoftë mbi të, dhe sahabët e praktikonin në këtë mënyrë agjërimin gjatë periudhës së Medinës, zbritën ajetet e para që urdhëronin agjërimin e Ramazanit. O besimtar, ju është urdhëruar agjërimi ashtu siç u që urdhëruar atyre para jush, që të mund të ruheni nga të këqijet. Agjërimi zgjedh disa ditë, por nëse ndonjëri prej jush është i smur ose duke udhëtuar, le të agjëroj aq ditë sa i ka prishur në ditët e tjera pas. Ata që kanë vështirësi për të agjëruar, duhet të ushqejnë si shpagim nga një të varfër për çdo ditë agjërimi. E nëse ndonjëri jep më shumë se kaq, kjo është edhe më mirë për ta. Por agjërimi juaj është më i dobishëm nëse e dini. Këto ajete u kanë njohur një farë fleksibiliteti dhe lirie besimtarve, kështu që të smurët ose udhëtarët mund ta plotësojnë në një kohë tjetër agjërimin e Ramazanit. Pas një farë kohe, me urtësinë hyjnore, janë shpallur dispozita të reja lidhur me agjërimin. Në ajetin që flet për agjërimin, shprehja "Ue aleledhine yutikunehu" do të thotë edhe ata që kanë vështirësi për të agjëruar, por edhe ata që e përballojnë me vështirësi agjërimin. Për këtë arsye, në periudhën e parë të Islamit, nga sahabët e nderuar kush ka dashur ka agjëruar e kush ka dashur nuk ka agjëruar dhe ka paguar shumën e caktuar për ditët e pa agjëruara. Më vonë, nëpërmjet ajetit kuranor, pra kush nga ju që e arrin këtë muaj le të agjërojë, agjërimi i Ramazanit është bërë farz për të gjithë ata që e mbërrin këtë muaj. Në këtë mënyrë, gjendja e udhëtarit dhe e të sëmurit, të përmendura në ajetet e mëparshme, janë marrë parasysh dhe këtyre personave u është lejuar t'i kompensojnë në ditët e pa agjëruara pasi t'u kalojë sëmundja apo pasi të kthehen nga udhëtimi. Gjithashtu, leja që të shpaguhen ditët e pa agjëruara duke ushqyer të varfrit ka mbetur në fuqi për të pafuqishmit të cilët nuk janë në gjendje të agjërojnë dhe për pleqt në moshë të thellë. Krahas kësaj, sipas disa haditheve, Allahu i lartëmadhërisëm e ka liruar robin gjatë udhëtimit nga gjysma e namazit dhe nga përgjegjësia e agjërimit, ndërsa grave shtatzëna dhe me foshnjë në gji u ka dhënë leje që t'i kompensojnë më vonë ditët e pa agjëruara. Sipas të gjitha këtyre argumenteve, të sëmurët, gratë shtatzëna dhe ato me foshnjë në gji, ditët e pa agjëruara gjatë muajit të Ramazanit i kompensojnë duke i agjëruar pasi t'u kalojë situata specifike përkatëse. Kurse pleqt që nuk janë në gjendje të agjërojnë ose të sëmurët që nuk kanë shpresa se do të shërohen, janë të privuar nga kënaqësia e agjërimit. Prandaj Allahu fuqiplot për ta kompensuar këtë privim, qoftë edhe pjesërisht, i ka urdhëruar që të paguhen një shumë të caktuar.